Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ka nisur një debat i fortë publik mes kryeministrit Edi Rama dhe shoqatës gjyqtarëve prokurorëve me kërkesën drejtuar gjykatës kushtetuese për rritjen e pagave. Kreu i qeverisë akuzon për presion institucional dhe përpjekje për të pozicionuar si aktor politik. Ndërkohë ai premton investimet e reja në infrastrukturën e drejtësisë dhe ndërtimin e një poli të ri drejtësie. Përplasja mes ekzekutivit dhe përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë është vendosur në hapësirën publike, pas reagimeve të njëpasnjëshme lidhur me kërkesën e shoqatës së gjyqtarëve për rritje pagash përmes një padije në gjykatën kushtetuese. Kryeministri Edi Rama e cilësoi reagimin e Unionit të Gjyqtarëve si një fushat spekulimesh dhe deklaratash të egzageruara, duke thënë se është surprizuar nga toni i përdorur prej tyre. Është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme sulmoni publikisht, të sulmoni publikisht qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit të Ministrave, të sulmoni publikisht media dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Për çfarë histeri e keni fjalën? Sipas tij, gjyqtarët po tentojnë të paraqiten si një forcë politike në publik, në vend që të ruajnë rolin e tyre si përfaqësues të një pushteti të pavarur kushtetues. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot. Në reagimin e tij, Rama theksoi edhe kostot financiare që sipas tij do t'i sillte buxhetit të shtetit rritja e pagave të gjyqtarëve dhe prokurorëve në nivelet e kërkuara. Që ju kërkoni që për gjyqtarin e shkallës parë, paga të shkojë nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit, paga të shkojë nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoi sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Spakut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju? Debati u zgjirua edhe më tej pas një deklarate nga shoqata e prokurorëve. Kryeministri ironizoi faktin se kjo shoqatë ende e paregjistruar zyrtarisht flet për ulje pagash, ndërkohë që bëhet fjalë për kategorinë më të privilegjuar në piramidën e pagave publike, e cila po kërkon rritje të mëtejshme përmes gjykatës. Pas ka dalë edhe një shoqatë prokurorësh e re, ende e paregjistruar deri tani sipas ligjit, po brenda afatit për regjistrim, e cila ka deklaruar solidaritet me shoqatat e gjyqtarëve, duke kërkuar që të mos ulen pagat. Pra urvati absurd e kategorisë më të privilegjuar të piramidës së pagave të shtetit shqiptar për t'i arritur akoma më shumë pagat vetes në gjyq, tani na del si përpjekje një grupi të diskriminuar nga qeveria për të ndaluar uljen e pagave. Krahas kritikave, Rama premtoi edhe investime konkrete në sistemin e drejtësisë. Ai bëri të ditur që prej afro një viti qeveria po punon për ndërtimin e një poli të ri drejtësie. Kaq e madhe është vëmendja e qeverisë ndaj pushtetit gjyqësor sa prej thuajse një vit tani më po punojnë për të mundësuar ndërtimin e një poli drejtësie si askund në Ballkan, që edhe kushtet e punës së trupës së drejtësisë të jenë njësoj si pagat më të mirat në rajon. Rama i drejton edhe një pyetje shoqatës së prokurorëve, po për shqetësimin e vazhdueshëm si askund në Europë për prezumimin e pafajësisë dhe kthimin e arresteve me burg pa gjyq në një praktikë rutinë, e cila e ka njëllosur Shqipërinë botërisht, duke na rënditur si dele e zezë me bish në kontinentin evropian dhe e kthyer në një subjekt publik shqetësimin e komunitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. A keni ndonjë gjë për të deklaruar? Ish kryeministri Sali Berisha u rreshtua krah Unionit të Gjyqtarëve në debatin mbi pagat e drejtësisë. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama për favorizim të grupeve caktuara dhe për prishje të piramidës së pagave. Berisha paralajmëroi masa proteste duke kërkuar largimin e kryeministrit.
Në një dalje publike, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi qeverinë për mënyrën se si trajtohen pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke theksuar se prokurori i përgjithshëm merr vetëm gjysmën e pagës së një prokurori të SPAK-ut. Ai e cilësoi këtë si një shkelje të drejtësisë dhe një përpjekje për të favorizuar interesat politike. E drejta është që piramida është përmbysur dhe është përmbysur vetëm për të paguar një grup mercenarësh për qëllime politike. Hajde zgjidhet. Prokurori i përgjithshëm merr gjysmën e rrogës një prokurori në skap. Shteti është ky, leckë është ky, së shtet. Ish kryeministri referohet edhe gjykatës kushtetuese që ende nuk ka vendosur për çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, duke akuzuar tokat se janë kthyer në strofullën e fundit të hajdutëve, të cilët zbatojnë urdhrat e kryeministrit Rama. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë është strofulla e fundit e hajdutëve tuaj. Këta gjykatën kushtetuese, me nder gjykatës një pjesë e tyre, turp gjykatës një pjesë e tyre, këta janë me shkollë, ose kanë fakultet juridik, ose kanë fakultete tjera. Nuk janë njerëz të pa lexuar, po njerëz të zhveshur nga çdo moral ligjor, nga çdo moral zyrtari. Tjetri ngrihet si një degenerat njerëzor, si ai nuk ka tjetër, edhe ikën nga mbledhja. Ikën nga takim, po ka turpë të tilla më të mëdha, sepse nxirret dosja e Olton Bistrit, nga Olton Bistri. Ky është shteti që ndërtoi Edi Rama. Kjo është drejtësia që ndërtoi Edi Rama. Berisha paralajmëroi gjithashtu një fushatër e protestash. E kam deklaruar dhe deklaroj. Tani kemi një objektiv, largimin e këtij armikut egër të qenjes shqiptarëve. Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në aktivitetin e Agjencisë Kombëtare të Rinisë, ku prezantuan rezultatet e programit kombëtar të praktikave të punës. Ai theksoi se praktika jon kryesore e hyrjes në administratë dhe prezantoi dhe projektet e garancisë rinore në bashkëpunim me Bashkimin Evropian. Megjithatë, statistikat tregojnë se emigrimi i të rinjve nuk po ndalet, me rreth 18.300 të rinj që kanë lënë vendin gjatë vitit 2025. Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në aktivitetin e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë, ku prezantuan rezultatet e arritura deri më tani nga programi kombëtar i praktikave të punës për studentët e ekselencës. Në fjalën e tij, Rama nënvizoi rëndësinë e potencialit të këtij programi si një hap kryesor drejt integrimit të rinjve në tregun e punës dhe në sistemin e administratës publike. Ky program ka punësuar në mënyrë përfundimtare në administratën e shtetit rreth 1600 persona. Dhe nga ana tjetër, besoj që tani kemi kapërcyer edhe një ngërç përmes këtij programi, atë ngërçin e eksperiencës që faktikisht i ka penguar në të shkuarën shumë vajza dhe djem që të fitojnë konkurset e shërbimit civil për shkak të mungesës eksperiencës. Rama foli gjithashtu rreth projektit të garancisë rinore, i cili po implementohet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe synon të ofrojë mbështetje ekonomike, trajnim dhe aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të ofrojë mbështetje ekonomike, të ofrojë trajnime dhe të ofrojë aftësim profesional për të rinjt. Ka si qëllim të sigurojë mundësi konkrete punësimi, të sigurojë vazhdimin e arsimit, formimit profesional dhe praktikave dhe patjetër të fuqizoj pjesëmarrjen e të rinjve në jetën sociale dhe ekonomike të komunitetit. Sugjeroja me shumë dashamirësi që të njiheni me këtë projekt. Është një projekt edhe financiarisht i qëndësishëm, është rreth 65 milion euro, mos gabon, dhe të shikoni se si mund të angazhoheni me këtë projekt. Megjithatë, pavarësisht këtyre politikave dhe iniciativave inkurajuese për të rinj, tendenca e emigrimit vazhdon të mbetet shqetësuese. Sipas të dhënave të publikimit e Eurostat, vetëm gjatë vitit 2025, Shqipëria ka humbur rreth 18.300 të rinj në moshën 15-29 vjeç, duke ulur popullsinë e kësaj grup moshe me 4.32% në vetëm 405.832 të rinj. Këto statistika ngren shqetësimin për efektet afatgjata demografike dhe të zhvillimit ekonomik, duke treguar se me gjithë përpjekjet për të krijuar mundësi dhe për të forcuar aftësinë profesionale, shumë të rinj po zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre jashtë vendit. Rama nënvizoi se programet e punësimit dhe mbështetjes së të rinjve do të vijojnë, ndërsa theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar për të adresuar sfidat e tregut të punës dhe për të dhënë zgjidhje këtij fenomeni në rritje.
Policia ka ekzekutuar 20 masa sigurie nga 33 urdhër arreste të lëshuara nga Prokuroria e Durrësit për çështjen e 2800 ton mbetjeve të rrezikshme të kthyera nga Tajlanda. Hetimet zbuluan në përmbajtje toksike në kontenjer, ndërsa disa zyrtar të administratave kompanish janë vënë në pranga ose janë ende në kërkim. Operacioni i zhvilluar nga Policia e Durrësit në Tiranë dhe qytete të tjera ka çuar në ekzekutimin e 20 masave të sigurisë, ndërsa 13 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Hetimet lidhen me transportimin e 2800 ton mbetjeve, të cilat u kthyen nga Tajlanda në tetor të vitit 2024, pasi ishin nisur nga Shqipëria disa muaj më parë. Sipas prokurorisë së Durrësit, mbetjet ishin të shpërndara në 102 kontenjer. Nga 11 prej tyre u morën mostra për analizim në një laborator në Itali, ku konstatua prania e elementeve dhe përbërjeve të rrezikshme për shëndetjen e njeriut dhe mjedisin, me rrezik të lartë toksiciteti dhe ndikim negativ në ekosistemet ujore. Ekspertët theksojnë se materiali duhet të nënshtrojë trajtimit të kontrolluar dhe stabilizimit përpara depozitimit përfundimtar. Bazuar në këto rezultate, organi akuzës dyshon se personat e përfshirë kanë konsumuar disa vepra penale, mes tyre kontraband me madhra të ndaluara, transport pa ligjë shëmbetjesh, falsifikim dokumentash, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Në mesin e të arrestuarve janë zyrtar të doganës së Durrësit dhe të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, përfshirë dhe drejtoreshën aktuale dhe ish drejtuesit e institucionit. Ndërkohë, në kërkim është shpadur administratori i kompanisë Corum International, Erald Demiri, për të cilën gjykata ka caktuar masën arrest me burg në mungesë. E njëjta masë është vendosur edhe për pronaren e kompanisë Sokolaj, Giovanna Sokolaj, e dyshuar si përfituese e mbetjeve për eksport. Aktualisht, të gjithë 102 kontenjerët e kthyer nga Tajlanda vijojnë të qëndrojnë të sekuestruar në portin e Durrësit në cilësinë e provës materiale, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të skemës vazhdojnë. Protesta e banorëve në rjoll të Velipojës për mbrojtjen e tokave të tyre ka hyrë në ditën e tretë me tensione të forta ndaj policisë. Një prej banorëve ra pandjenja gjatë përplasjes, ndërsa komuniteti lokal akuzon se tokat e tyre po grabiten dhe punimet për ndërtimin e një resorti janë të palishëm. Banorët e fshatit të Rjoll në Velipoj vijuan protestën e tyre këtë mërkur, duke hyrë në ditën e tretë të përplasjeve me policinë për shkak të fillimit të punimeve për ndërtimin e një resorti në zonën bregdetare. Sipas banorëve, makineritë e punimeve po ndërhyjnë në tokat që u përkasin sipas certifikatave të pronësisë, ndërsa ato nuk janë konsultuar për projektin. Tensionet arritën në pikën më të lartë kur një banor rrëzua pandjenja gjatë përpjekjes për të bllokuar rrugën e makinerive. Projekti i planifikuar nga investitorët privat parashikoi ndërtimin e një kompleksi turistik mbi një sipërfaqe për 126 hektarësh në zonën ranore pranë Velipojës. Masterplani përfshin 33 struktura akomoduese dhe shërbime me lartësi nga 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe një kat nën tokë, një hotel si dhe disa objekte social-kulturore që mbulojnë një sipërfaqe mbi 400.000 metra katrorësh. Banorët thonë se ndërtimi i këtyre objekteve do të kërcënojë ekosistemet ujore dhe mjedisin natyror të zonës. Përfaqësues të komunitetit lokal kanë deklaruar se nuk do të heqin dorë nga mbrojtja e pronave të tyre, duke paralajmëruar se protestat do të vazhdojnë derisa institucionet të ndërhyjnë për të garantuar të drejtat e tyre ligjore. Policia e zonës ka shtuar prezencën për të shmangur për shkallëzimin e konflikteve, ndërsa autoritetet lokale nuk kanë dhënë ende një përgjigje zyrtare lidhur me lishmërinë e fillimit të punimeve. Ekspertët e mjedisit dhe organizatat lokale kanë shprehur shqetësim për ndikimin që projekti mund të ketë mbi zonat e mbrojtura bregdetare dhe biodiversitetin, duke paralajmëruar se ndërhyrjet pa leje mund të krijojnë pasoja afatgjata ekologjike dhe sociale për komunitetin. Gjykata e Tiranës dënoi me 16 vite burg Ilir Beqarajin, të akuzuar si bashkëpunëtor në vrasjen e Gentian Bejtjes. Ai përfitoi ulje dënimi nga gjykimi i shkurtuar. Sipas hetimeve, Beqaraj ka ndihmuar autorët në organizimin dhe largimin pas atentatit. Gjykata e Tiranës shpalli fajtori Ilir Beqarajin për përfshirje në ekzekutimin e Gentian Bejtjes, një nga atentatet më të rënda të viteve të fundit. Ai dënua me 16 vite burg pasi përfitoi uljen e 1/3 të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Sipas prokurorisë, Beqaraj ka pasur rolin e ndihmësit në krimin e kryer në bashkëpunim, duke kontribuar në organizimin logjistik të atentatit dhe në lëvizjet përpara dhe pas ngjarjes. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim armësh,
si dhe falsifikim dokumentash. Nga hetimet rezulton se i pandeuri, i cili përdorët edhe mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, është konstatuar disa herë pranë banesës së viktimës, fakti provuar përmes zgjurmimit të GPS-it të automjetit që kishte marrë me qira. Po ashtu, ekspertiza biologjike e ADN-s ka konfirmuar se një automjet tip Volkswagen Golf në pronësi të një tjetër të arrestuari është përdorur nga autorët për t'u larguar më njëherë pas djegjes së mjetit Land Rover, që dyshohet se u përdor gjatë atentatit. Ky fundi u doq në fshatin Hasan për të zhdukur gjurmët. Nga analizat janë përfituar profile gjenetike të Beqiraj dhe një personi tjetër se cilët dyshohen se kanë pasur rol aktiv në ekzekutiv. Gentian Bejtja u vra në mars të vitit 2024 në larush të fushkrujes së brenda rrethit të banesës së tij, pasi u qellua me breshëri armësh nga disa persona. Ai kishte qenë më herët objekt i 3 atentateve të tjera, të cilat i kishte mbijetuar. Avokatët e Laert Haxhis kërkuan nga gjykata e posaçme të bëjë një vlerësim të gjendjes mendore të Artan Tafanit, duke argumentuar përdorimin e mëparshëm të drogës dhe trajtimin aktual me metadon. Trupi gjykues vendosi të pranojë kërkesën pas evidentimit të mospërputhjeve mes deklaratave të tij në seancë dhe dëshmive paraprake. Avokatët e Laert Haxhiait kërkuan nga gjykata e posaçme të bëjë një vlerësim të gjendjes mendore të Artan Tafanit, duke argumentuar përdorimin e mëparshëm të drogës dhe trajtimit aktual me metadon. Avokatët argumentuan se Tafani ka konsumuar lëndë narkotike të forta, përfshirë kokainë dhe heroin, dhe se aktualisht po trajtohet me metadon, një substancë që sipas tyre shkakton varësi të ngjashme me drogën. Ata kërkuan që gjykata të bëjë një vlerësim të plotë të gjendjes së tij mendore për të përcaktuar nëse rrëfimet e tij janë të besueshme dhe të sakta. Trupi gjykues, pasi shqyrtoi kërkesën dhe u këshillua në dhomën e këshillimit, vendosi të pranojë kërkesën për rivlerësim. Ky vendim erdhi pas evidentimit të disa mospërputhjeve mes deklaratave të Tafanit gjatë seancës dhe dëshmive të dhëna në fazën paraprake të hetimeve. Nëse rivlerësimi konfirmon mospërputhjet, statusi i tij si i penduar i drejtësisë mund të hiqet duke e ekspozuar atë ndaj masave të rënda ligjore. Gjatë seancës së të mërkurës, gjykata pyeti edhe Erisiano Abedinin, të cilin Tafani e ka përmendur si një nga bashkëpunëtorët e Laert Haxhiut. Abedini deklaroi se nuk njeh asnjërin prej tyre përfshirë në këtë dosje, duke shtuar paqartësi në lidhjet e tij me ngjarjen. Gjithashtu, Tafani ka rrëfyer edhe vrasjen e Fridman Xhaferit, duke e përfshirë në detaje mbi mënyrën e ekzekutimit dhe përfshirjen e disa personave të tjerë në krim. Trupi gjykues do të shqyrtojë të gjitha mospërputhjet me deklarimet e tij dhe provave ekzistuese për të vendosur mbi statusin e të penduarit të drejtësisë dhe mbi pasojat ligjore që mund të ketë. Ecime të tjera zhvillime në përvjetorin e 26 të masakrës së Mitrovicës së Veriut, banorët kujtojnë vrasjet dhe dobimet masive që ndodhen nga bandat kriminale serbe, rojat e urës. 10 civil shqiptar, përfshirë fëmijë dhe pleq, u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën, ndërsa rreth 12.000 u dëbuan me dhunë nga veriu i qytetit. Përkujtimi u shoqërua me vendosjen e një pllake përkujtimore dhe ekspozit fotografike në qendrën e kulturës në jug të Mitrovicës. Disa muaj pas përfundimit të luftës në Kosovë, qytetarët e Mitrovicës u përballën me një val terrori dhe dhune nga strukturat kriminale serbe të njohura si Rojat e Urës. Në natën mes 3 dhe 4 shkurtit 2000, kjo bandë organizoi një operacion të mirëmenduar për spastrim etnik të shqiptarëve nga veriu i Mitrovicës, duke përdorur armë të ftohta, bomba dhe metoda barbare pa dallim moshe apo gjinie. Në mesin e 10 të vrarëve ishin fëmijë dhe persona të moshuar, ndërsa 25 të tjerë u plagosën dhe rreth 12.000 shqiptarë u dëbuan me dhunë. Sipas dëshmitarëve, sulmet ndodhen edhe në praninë e forcave ndërkombëtare të NATO-s KFOR-it, të cilat nuk arritën të parandalonin tragjedin. Pas 26 vitesh, banorët që shpëtuan nga dhuna dhe jetojnë në jug të Mitrovicës kërkojnë drejtësi. Në këtë përvjetor, në urën e re mbi lumin Ibër, është përuruar një pllak përkujtimore për viktimat, ndërsa fotografitë e trupave të vrarëve dhe shtëpive të djegura do të jenë pjesë e ekspozimit në qendrën e kulturës. Lidhur me përgjegjësitë penale, në 11 gusht 2014, prokurori ndërkombëtar ngriti akt akuzë ndaj Oliver Ivanović, Aleksandr Lazovicit, Dragolup Delibashishit dhe Ilia e Nebojsha Vujacicit për krime lufte kundër popullatës civile në prill të vitit 1999 dhe shkurt 2000. Pas shqyrtimit trupi gjykues shpalli fajtor vetëm Ivanović për akuzën e parë, duke liruar të tjerët për akuzën e dytë. Rigjykimi i rastit në tetor të vitit 2016 solli ndryshime, ndërsa me 16 janar 2018 Oliver Ivanović u vra para zyrës së tij në Mitrovicën e Veriut. Ky përvjetor shënon një kujtim të dhimbshëm për
komunitetin shqiptar të Mitrovicës, duke rikthyer në vëmendje mungesën e drejtësisë për viktimat e natës së tmerrit dhe pasojat që ende ndihen në jetën e banorëve lokal. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka rrëzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për përjashtimin e listës serbe nga rezultatet përfundimtare. Sipas PZAP-s, vendimi i KQZ-s ishte i pajustifikuar dhe në kundërshtim me ligjin. Tashmë kërkohen që rezultatet të shpallen duke përfshirë të gjitha subjektet politike pa përjashtim. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka miratuar ankesën e listës serbe duke detyruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përfshijë këtë subjekt në shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 28 dhjetorit. Në vendimin e tij, PZAP e cilëson të pajustifikuar dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore përjashtimin e listës serbe nga rezultatet, duke theksuar si një veprim i tillë bie ndesh me standardet e Komisionit të Venecias. Sipas panelit, shpallja e rezultatit përfundimtar duhet të bëhet vetëm pasi të përfundojë numërimi dhe rinumërimi për të gjitha subjektet politike dhe duhet të përfshijë të gjithë pjesëmarrësit në garë pa përjashtim. Çdo shpallje e pjesëshme theksohet në vendim, cënon barazin me subjekteve zgjedhore, sigurinë juridike dhe transparencën e procesit. Lista serbe dorëzoi ankesën me dy shkurt, duke cilësuar vendimin e KQZ si të palishëm dhe diskriminues. Më 31 janar, komisioni kishte miratuar lista të kandidatëve të gjithë partive përveç këtij subjekti. Në votim 3 antar votuan pro përjashtim, 2 kundër, ndërsa pjesa tjetër abstenuan. Vendimi i KQZ-s u kritikua dhe nga partnerët ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, të cilët kërkuan respektimin e standardeve demokratike dhe ligjore të procesit zgjedhor. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur dhe rreshtje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe rreshtje shiu në zonat veriore qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja vijon me rreshtje shiu her pas here të forta kryesisht në veriperëndim dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat jugore dhe bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të mbizotërimit të vranësirave. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 16 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave të shpeshta me mot kryesisht të vrenjtur dhe rreshtje të dobëta lokale shiu. Paraditja do të jetë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me mot pjesërisht të vrenjtur pa rreshtje të theksuara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 11 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 10 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 11 gradë Celsius. Pej 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 1 deri në 11 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 10 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.